Shikues nderuar, ju përshëndes, unë jam Andi Bora dhe mirë se vini në Sken Krimi. Do trajtojmë një sër çështje sonte këtu në Sken Krimi, pra janë çështje të cilat ne do përpiqem t'ju japim një shpjegim më të gjerë dhe këtu në studio unë jam me kolegen e dashur Klodiana Lala, shumë faleminderit, e vlerësoj. Janë disa çështje për cilat sigurisht kemi diskutuar, por unë doja le të themi atë qasjen tuaj edhe si gazetare e cila i mbuloni shumë afër aty në SPAK çështjet, por edhe si njohëse mirë juriste. Çështja Veli është çështja e parë ku dua të ndalem dhe një pjesë e mirë e juristëve argumentuar në media që në datën 28 maj Erion Veliaj mund të lirohej, pra të zëvendësoj masa e sigurisë nga arrest në burg, arrest në shtëpi ndoshta, ose dhe masa më të lehta, por nuk ndodhi kështu. Përse? Perceptimi lindi nga fakti që Kolegjiet e Bashkuara të Gjykatës Lartë, pak kohë më parë, ju e dini që morën një vendim dhe unifikuan pjesërisht praktikën gjyqësore që kishte të bënte me caktimin e masës së sigurisë arrest në burg. Dhe thënë thjesht për publikun, Gjykata e Lartë ju la detyrë gjykatave të shkallëve më të ulta që masa e arrestit në burg do të ishte masa përjashtimore, pra opsioni fundit ose mundësia e fundit për një gjyqtar që caktonte ndaj një personi në konflikt me ligjin, pasi të kishte arsyetuar se përse të gjitha masat e tjera alternative, pra më të lehta se sa arresti në burg, ishin të papërshtatshme për një person, qoftë ky zyrtar i lartë, apo qoftë një person i thjeshtë, apo personazh i krimit organizuar. Në këtë aspekt, duke qenë se gjykata lindte detyrë, pra gjykata e lartë lindte detyrë të merreshë në konsideratë edhe faktorë të tjerë që kanë të bëjnë me gjendjen ekonomike, me statusin social, kanë të bëjnë me detyrën apo pozicionin që mban personi i cili është i dyshuar apo i pandehur, rrezikshmërinë e personit vet, por edhe të veprës penale e të tjera me radhë, pati një pritshmëri të lartë publike dhe që sigurisht kjo i ka shtruar në një farë mënyrë rrugën zotit Veliaj për të shkuar drejt një lirie të mundshme ndoshta pas 3 apo 4 muajsh, mund të kishte një zëvendësim të masës nga arresti në burg në një masë më të lehtë. Por në fakt juristët nuk morën në konsiderat një fakt. Zoti Veliaj nuk ishte në gjykatën e lartë për masën e parë të sigurisë atë të arrestit në burg që u caktua ndaj tij fillimisht në mungesë dhe më pas ju komunikuan nga gjykata. Pra nëse mbani mend momentin e parë të shkurtit të 2025-s, kur masa u caktuar mungesë, zoti Veliaj u arrestuar në zyrën e tij të punës dhe pikërisht për këtë do flasim pak më andej. Kjo masë ju komunikua, ndërkohë dhe kjo ka ndjekur gjitha shkallët dhe gjykata kushtetuese pak ditë më parë e shfuqizoi vendimin e gjykatës së lartë dhe ja ktheu sërish gjykatës së lartë për rigjykim këtë që ka të bëjë me masën e parë fare. Ajo që shqyrtoi gjykata e lartë në datën 28 maj, në fakt ishte kërkesa për zëvendësim masë e sigurie e zotit Veliaj, që ishte bërë në gjykatën e posaçme, kishte mbetur në fuqi në apel dhe gjykata e lartë e shqyrtoi në dhomë këshillimi. Dhe vendosi që mos e liroj. Të mos e liroj duke gjetur të drejtë vendimin e gjykatës së apelit posaçëm, sigurisht ky vendim i gjykatës së lartë pasi të arsyetohet në ato çfarë kanë paralajmëruar avokatët do ta dërgojnë sërish në gjykatë kushtetuese, por mendoj që shumë i rëndësishëm dhe aty pastaj do të hyjë në lojë dhe do të shfrytëzohet vendimi i kolegjeve të bashkuara, është kjo vendimarrje e gjykatës kushtetuese. Pra gjykata kushtetuese do të zbardh vendimin, do ta arsyetojë, do ta dërgojë për botim fletore zyrtare dhe çështja do të kthehet pas në gjykatën e lartë. Dhe atëherë besoj që zoti Veliaj do të ketë shumë më tepër argumenta në favorin e vet për të kërkuar zëvendësimin e masës së sigurisë, zbutjen e kësaj mase sigurie, sepse në fakt gjykata kushtetuese i ka kërkuar gjykatës së lartë të arsyetojë vetëm masën e sigurisë në lidhje me funksionin që ushtron zoti Veliaj si kryetar i Bashkisë së Tiranës, sepse ka arritur në konkluzionin që gjykata kushtetuese, gjykata e lartë nuk ka bërë një vendim të arsyetuar në mënyrë shtëruese dhe nuk ju ka dhënë përgjigje pretendimeve të zotit Veliaj që lidhen me funksionin. E di si kryebashkiak. Sepse zoti Veliaj thotë, unë jam kryetar i bashkisë në detyrë, ka fituar dhe në gjykatë kushtetuese kur u shkarkua dhe më pas gjykata kushtetuese e riktheu në detyrë. Jam një person i cili nuk i shmangem ligjit, jam këtu i gatshëm të përballem me hetimet, me gjykimin e tjera me radhë, janë votuar nga qytetarët dhe duhet qeverisë Bashkinë e Tiranës dhe qytetarët e Tiranës dhe në këtë aspekt ai pretendon se ka një sër argumentash në favorin e vet për t'ia paraqitur gjykatës së lartë. Çka do thotë, aty do të jetë fokusi kryesor, por ndoshta do duhet të presim fundin e korrikut
sipas për llogaritjeve që unë kam bërë në afatet ligjore, ndoshta edhe më shpejt, ndoshta edhe më vonë, por pak a shumë kjo do të jetë koha. Kam përshtypjen kushtetuese shfrytëzon 30 ditëshin e botimit këtë rezultare. Në momentin që pastaj 15 gjykatën e lartë, gjykata e lartë duhet caktoj një datë, kështu që ndoshta gjatë muajve të verës do të kemi edhe një përgjigje për këtë çështje, ndaj unë llogarita në total 3 ose 4 muaj që mund të kemi pastaj edhe një zbutje të masës, nëse gjykata e lartë do ta shikojë në frymën e vendimit që mori po vetë edhe nxori po vetë, sepse në fakt vendimi i gjykatës së lartë, vendimi i kolegjeve të bashkuara, vendimi unifikues që e kemi njohur për audiencën, në thelb është një vendim që u shkon më për shtat zyrtarëve të lartë të dyshuar për krim të organizuar apo korrupsion. Prandaj e bën. Po si mendoni ju? Pse nuk u kujtuan më herët, kur masa arrestit në burg është aplikuar në masë, kur paraburgimi ka qenë po aq në masë, ju e dini, ne kemi kritikuar shpesh, kanë qëndruar në burg edhe njerëz të cilët kanë kryer vepra shumë herë më të lehta penale se sa zoti Veliaj, apo zyrtarë të tjerë të lartë siç është zoti Meta, zoti Beqa e tjerë me radhë. Kështu që në këtë aspekt nuk ka asnjë justifikim ose asnjë lloj argumenti tjetër, përveç se fakti që gjykata e lartë hyri në rol dhe bëri këtë çështje ose ngriti këtë çështje në një nivel më të lartë me një nismë të zotit Sadushi, pikërisht për qepur kostumin sipas përmasave të politikanëve, të cilët janë në konflikt me ligjin. Tani, strategjia që po ndjek mbrojtja e Veliajt. Si e keni lexuar? Është një strategji e cila do t'i konvenoj, le të themi, edhe kur kemi seancën që kushtetuesja e riktheu në gjykatën e lartë, si duket sikur ka një lloj shmangje nga çështja që po shërtohet në themel në gjykatën e posaçme. Unë kam thënë dhe më herët, përpjekjet e mbrojtjes janë për ta relativizuar çështjen kryesore, pra aty ku gjenden prova dhe fakte që pretendon prokuroria që ka për korrupsionin e Erion Veliajt apo personat e bashkëlidhur me të dhe të pandehurit e tjerë. Kur flas personat e bashkëlidhur, nën kuptoj bashkëshorten e tij apo të afërm të kësaj të fundit. Sqaroje se më do gjej pyetjen tjetër, kështu që sqaroje. Kështu që në këtë aspekt, duke qenë se mbrojtja nuk po ndalet fare tek provat dhe tek faktet, por po ndalet vetëm tek disa çështje krejt rrethanore, siç kanë të bëjnë me vendosjen e zotit Veliaj në kafazin prej xhami, në çështjen që zoti Veliaj ka hapur në gjykatën administrative kundër prokurorit posaçëm Morzdado, që nisi hetimin ndaj tij dhe ngriti akuzë penale, po kapet pas artificave ligjore që u njoha me dosjen, se u njoha me dosjen, paraburgimi, afatet e paraburgimit të drejta vendimet të ndërmjet me gjykatës për pezullimin e tyre ose jo, por nuk i ka hyrë në asnjë moment thelbit të çështjes. Pa deri tani jemi vetëm në pjesën formale të çështjes së zotit Veliaj. Ne nuk e dimë ende që në ato 10 fashiku që prokuroria e posaçme ka dorëzuar në gjykat, ka ose jo prova të qëndësishme për korrupsionin e zotit Veliaj, por deri tani mbrojtja ka hezituar të ndalet pik për pik të ato që mund të konsiderohen si prova. Pra ne nuk e dimë deri tani se çfarë ka rrëfyer bashkëpunëtoria e drejtësisë, nuk dimë se çfarë thon kontrata që janë sekuestruar, nuk dimë një sër dëshmitarësh të tjerë të cilët për shembull njëra nga bashkëpunëtorët e ngushta të zonjës Xoca pretendoi në krye të herës ose në atë pjesën e parë të dëshmisë që u bë publike pas saktimit të masës së sigurisë, se ishte kërcënuar që të mos rrëfente përpara SPAK kundër zotit Veliaj dhe bashkëshortes tij Ajola Xoca, por po ashtu ishte ndruar edhe celulari, ishte marrë me forcë i veti dhe ishte dhënë një celular i ri pas një të dhënë brenda. Kështu që në këtë aspekt, pastaj ishte edhe një biznesmen tjetër, Gentian Sula i Noas, jo i Kodrës së Diellit, sepse ai është në akuzë zyrtare, i cili fillimisht pretendoi që nuk ishte asnjë lidhje me zotin Veliaj dhe zonjën Xoca, më pas u tërhoq dhe tha, unë nuk kam thënë të vërtetën, por ndërkohë marrëdhënia mes nesh ka qenë e tillë, pra në një farë mënyrë e tradhtoi ose u rrëfye kundër zotit Veliaj, kështu që në këtë aspekt ne ende nuk e dimë shumësinë e provave, ndoshta nuk janë të tilla sepse këtë në finale vendos gjykata, por pretendimet që ka prokuroria. Kështu që vetëm momentin që gjykimi do të kalojë këtë fazën paraprake, sepse tashmë ka nisur për shkak të ndarjes, sepse ju e dini që për një pjesë të pandehurve u pranua gjykimi i shkurtuar dhe u veçua çështja dhe kaloi u caktua një trupe regjikuese, ne nuk e dimë ende çfarë ka në brendësi të asaj dosje dhe deri më tani as zoti Veliaj dhe as avokatët e tij nuk e kanë prekur brendinë e dosjes, por janë marrë me faktet u njoha me dosjen, se u njoha me dosjen. Ma dhanë të Të lutë të dyshoshke që mund të ketë fakte ndoshta që kompromentojnë dhe përpiqen ta shmangin. Përgjithsisht politikanët të cilët janë përballur me ligjin deri tani në gjykatën e posaçme janë përpjekur të merren vetëm anën formale, i vetmi që ka
paktën i vetmi që ka tentuar ose ka nxjerr pjesë të dosjes edhe ka në një farë mënyre i ka hedhur sfidën prokurorisë ka qenë zoti Meta, megjithatë edhe aty nuk janë hapur ende petët e lakrorit për të kuptuar se çfarë ka brenda asaj dosje. Zoti Meta pretendon që nuk ka të dhëna konkrete dhe nuk ka prova dhe fakte kundër tij, prokuroria pretendon të kundërtën, tashmë arbitri është gjykata dhe duhet të shikojmë gjitha proceset një nga një, sepse në fakt puna e drejtësisë së re nuk matet nga ajo çfarë bën Spaku. Spaku në fund fare është një organ akuze, është përballë një pandehuri apo disa të pandehurve në proces, janë palë dhe kanë armë të barabarta për të mbrojtur. Pra këtë parashikon ligji për të mbrojtur para gjykatës, por në fund fare çekiçi është në dorën e gjykatës dhe është pikërisht ky e fundit që bën drejtësi. Kështu që vetëm momentin kur të kemi vendime fajësie nga gjykata, atëherë do të vlerësohet në një farë mënyre edhe serioziteti i SPAK, mënyra se si SPAK ka hetuar dhe nëse i ka zbatuar drejt ose jo procedurat ligjore, apo nëse ka garantuar liritë dhe drejtat e çdo individi në proces për fshirje dhe zyrtarët e lartë. S'ka dhe një diskutim tjetër kjo dhe ju jeni shumë e njohur me këtë fakt, është fakti që shpesh në për le të themi ju jeni një nga ato që keni thënë, mos do të përpiqem të citoj korrekt, më korrigjo nëse gaboj, që Veliaj do duhet të ishte hetuar për të tjera dosje. Dhe kjo është një dosje ndoshta që le të themi mund t'ia vështirësojë dhe përballën Spaku të gjykatës. Nuk duhet të hetohet edhe për këtë, jo, përkundrazi. Se ky është problemi, se ka një sër analistësh apo zëra të tjerë që thonë nuk duhet të hetohet për këtë, po për disa të tjera. Në fund fare korrupsioni për prokurorinë nuk ka rëndësi nëse është 1 lek apo është miliona euro. Për prokurorinë mjafton të provosh që ka kryer vepër penale, kështu që në këtë aspekt prokuroria është në drejtën e vet legjitime për të hetuar dhe për të ngritur akuzën. Ama në mënyrën se si gjërat funksionojnë në Shqipëri, kur Tirana është e shkatruar nga ndërtimet dhe janë dhënë leje pa kriter, kur zoti Veliaj na deklaronte që do të mbahej mend si kryetari i bashkisë që nuk do të jepte leje dhe nuk do të ngrinte gradacela, kur na thuaj që në Tiranë do kishte parqe për fëmijët dhe është një tmerr i madh, unë jam nën dhe nuk di ku të çoj fëmijët, kur na thuaj që do të ketë korsi për biçikleta ndërkohë që tani domethënë janë bërë ato korsit, po është një tmerr i madh që nga parkimet, që nga zaptimi i hapësirave publike etj që janë çështje të bashkisë, kur na thuaj që nuk do të kemi më plera në rrugë, ndërkohë që nuk ka incinerator, por ka thjesht dosje inceneratorit është një nga ato. Sigurisht, një ndër ato që do duhet hetojë, kështu që në këtë aspekt, apo kur na thuaj më përpara që në atë incinerator, në atë landfillin ku vdiq Ardi Gjoklaj dhe nga ana tjetër askush nuk mbajti përgjegjësi për të, një fëmijë mitur që punonte për bukën e gojës dhe të thuaj që nuk duhet hetohet, unë mendoj që kjo është më së pakti një shërbim që i bën Erion Veliajt dhe me thënë të drejtën, gazetarët janë aty për të parë anë të errtat pushtetit, se për t'i bërë fresk, unë mendoj që pushteti ka gjitha hapësirat për bërë propagandën edhe për të nxjerrë atë që e konsideron si gjë më të rëndësishme. Unë mendoj që zoti Veliaj patjetër duhet ishte hetuar dhe për çështje tjera, por prokuroria ka të drejtë dhe ta hetojë për këtë çështje që e ka hetuar dhe ka dërguar çështjen për gjykim. Kështu që në këtë aspekt zoti Veliaj tashmë është i barabartë si gjithë tjerët për të provuar pafajësinë e tij nëse vërtet është i pafajshëm, sepse në fund fare nuk është vetëm gjykata e posaçme, por janë një sër shkallësh gjyqësorit deri në Strasburg që mund të japin pafajësinë. Dhe ne kemi parë çështje nga Strasburgu, të cilët kanë marrë pafajësinë dhe kanë filluar jetën krejt normalisht. A krijon kjo problematika për shkak se ai është një politikan? Patjetër që po, por kur je në politik, sa ke privilegje, aq ke edhe rreziqe për të qenë në të dy anët e medaljes. Patjetër, dhe këtë e ka treguar koha, sigurisht gjithnjë ne shpresojmë që prokuroria të paktën akuzat që ngre dhe të jenë dhe çështje pra dosjet të cilat i çon në gjykat të jenë dosje të kopësitura mirë dhe që në fund fare sigurisht të provon një lloj pune dhe një lloj besueshmërie që ne kemi dhënë drejtësisë së re, por megjithatë le të themi çekiçin apo çekanin në fund e ka gjykata e posaçme. Të lutem regjia, më kalojmë me siglin që të kalojmë diskutojmë çështjen Balluku. Mirë, një tjetër dosje, e cila, le të themi, ka ingranuar prokurorët e SPAK, sigurisht edhe grupin e timor të Byros Kombëtare të Hetimit, pra agjendët aty është çështja e cila heton ish zëvendës kryeministën dhe ish ministër e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Tani spyetin kështu, ka të reja nga kjo histori? Nga hetimi për, le të themi, ish zëvendës kryeministrën Balluku? Po ju dini Andi, çështjet janë gjithmonë dinamike dhe normalisht prokurorët kanë strategji të ndryshme në momentin kur hetojnë njerëz të rëndësishëm, qoftë politikës apo të krimit të organizuar. Kështu që në këtë aspekt, patjetër që
Aty ka shumë personazhe që janë pyetur për fshirë edhe njerëz biznesit, janë bërë kontrolle të ndryshme, kontrollet e fundit janë duke u kthyer të gjitha pajisjet që janë sekuestruar, siç janë kompjutere, laptop apo celular. Pra vijon puna me kthyrjen e tyre tani aktualisht. Se vijon puna me kthyrjen e tyre, ndoshta prokurorët janë duke parë të dhënat, sepse gjykata ka bërë autorizimin dhe ka firmosur pra të drejtën e prokurorëve për të bërë kthyrjen e pajisjeve kompjuterike, por po ashtu dhe celularëve. Ka pasur edhe kundërshti nga disa prej palëve në proces apo personave ndjeni të cilët kanë qenë objekti kontrolleve, por gjykata sërish nuk i ka pranuar kërkesat e tyre dhe duke qenë se është një çështje në vijim e sipër, patjetër që është shumë dinamike, por duhet të them që kryesisht prokurorët janë dalur tashmë sepse çështja e tendrave është duke vijuar që në kryet e herës, por aktualisht janë dalur kryesisht tek pasuria e zonjës Balluku apo personave të bashkëlidhur me të. Pra, prokurorët janë duke hetuar nëse zonja Balluku ka pasuri të fshehura, nëse po si ka fshehur, cili ka qenë mekanizmi që ajo kanë dyshime për transaksione jashtë ka pasur? Patjetër, sepse ka letërporosi edhe jashtë vendit dhe është më se normale për shkak se edhe fëmijët e zonjës Balluku kanë qenë jashtë për shkollim, kështu që në këtë aspekt po shihen të gjitha shpenzimet që janë bërë jashtë vendit, transaksione të mundshme nëse ka patur, nuk jam në gjendje të them se çfarë përgjigje kanë ardhur përmes letërporosive, por hetimi është rrirë edhe në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Patjetër që janë duke u parë me lupë edhe disa kompani të ndryshme që konsiderohen si kompani të cilat mund të ketë patur interesa të drejtë për drejta pasurore zonja Balluku, është thirrur dhe ende nuk është paraqitur ish futbollisti kombëtares Iglitare, i cili do konsiderohet një provë kryesore dëshmia e tij për prokurorët. Provë kryesore? Po, patjetër, sepse flitet për të paktën një vilë në Bregdetin e Jugut, në emrin e tij dhe që janë duke u parë marrëdhëniet pasurore me zonjën Balluku, se deri ku shkon marrëdhënia mes tyre në kuptimin financiar, këtë mbetet ta sqarojë hetimi, por këto janë shtyllat ku është ndalur prokuroria e posaçme. Patjetër që gjatë kësaj kohe janë pyetur edhe zyrtar apo ish zyrtar të Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë, por që kanë qenë të rolit bazë, janë hapur edhe tendera të tjerë dhe mbetet për të parë hap pas hapi, sepse ju e dini që duke qenë se janë shumë të shtrira në kohë, të gjitha këto procedurat tenderuese janë zhvilluar, bëhet fjalë, pastaj është hyrë edhe disa kompanive kryesore që janë duke u parë nga afër dhe duke u hetuar nga afër. Kështu që është një çështje dinamike, zonja Balluku nuk i ka funksione që ka patur, ndaj saj mbeten fuqi dy masat e sigurisë, ajo për ndalim jashtë vendit dhe pezullim nga ushtrimi i funksioneve, për ndalim për dalje jashtë vendit pritet i drejtohet gjykatës kushtetuese, sepse gjykata e lartë vendosi mospranimin e rekursit dhe normalisht kjo masë është fuqisë dhe zonja Balluku nuk mund të jashtë vendit. Gjykata kushtetuese do duhet ta sqarojë këtë çështje, ndërkohë sa i përket pezullimit, pavarësisht se çështja shkoi një herë në kushtetuese dhe vun lëvizje nga vetë kryeministri i vendit, pritet sërish të shkojë për të dytën herë nga vetë zonja Balluku, pret tashmë është në gjykatën e lartë për momentin dhe më pas rruga drejt kushtetueses. Po gjykata e lartë mund të marrë ndonjë vendim para se të shkojnë kushtetuese? Patjetër duhet të marrë vendim, sepse po s'mori vendim gjykata e lartë nuk mund në favor të zonjës Balluku e kisha fjalë. Mund ta marrë, por gjithsesi edhe nëse mund ta marrë në favor zonjës Balluku, mund të jetë spak që mund të kërkojë interpretim. Kështu që në këtë aspekt ajo është një çështje që do të vijojë. Do të shkojnë kushtetuese po themi. Po, mendoj që po, ndërkohë që nga ana tjetër, ajo çfarë unë kam thënë që në kryet herës, zonja Balluku do duhet ishte larguar në këndvështrimin tim me dorëheqje që në momentet e para kur ngrit akuza për ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe të përballej me drejtësinë si një qytetare e lirë, pa patur mburojnë e Partisë Socialiste të kryeministrit dhe pa penguar prokurorinë në hetimin e saj, sepse ju e dini që prokuroria kërkoi leje për arrestimin, por mazhoranca socialiste nuk e bëri gjë të tillë, duke urrëzuar dhe ajo alibia apo karta e madhe që zoti Rama thoshte unë drejtësinë e resolla në mesin tuaj e tjera me radhë. Po ta bëj pyetje këtu sepse duat kuptoj diçka. Sigurisht ke diçin e konsultohemi gjithkohës, avokat me jurist, përpiqemi edhe vetë ta kuptojmë ligjin, analizojmë atë se çfarë po ndodh. Ne jemi në dieni se çfarë ka thënë mazhoranca socialiste për çdo kërkesë të spakut kur kërkohet arrestim apo le të themi një tjetër masë sigurie për çështjet e kontrolleve. Mirë po pati një diskutim publik nga juristët. Ndoshta gaboj spak me kërkesën që bëri për pezullim, mos ndoshta do duhet shkonte me një akuzë më të rëndë, kishte pritur një tjetër moment. Pra çfarë bëri spaku? Ishte një lëvizje e mençur apo një lëvizje e gabuar? Tani unë mendoj që ose më saktë kam qenë qëndrimi që spak do duhet shkonte që në kryet herës me kërkesën për leje për të arrestuar zonjën Balluku dhe
pastaj tregonte edhe forcën aty në raport me akuzën. Ata ndoqën një strategji, cilën nuk jam në gjendje ta shpjegoj dhe besoj që askush nuk mund t'japi një përgjigje të prerë për shkak se bisedat apo diskutimet brenda prokurorisë sigurisht kanë qenë të forta, sepse zonja Balluku ishte personazhi më i rëndësishëm i politikës që është prekur deri më tani për shkak se ishte në detyrë, mos të kapemi nga funksioni, sepse sa i përket funksionit është zoti Meta se ka qenë ish president apo zoti Berisha si ish kryeministër, po sa i përket faktit që ishte në detyrë dhe ndërkohë ishte duke vijuar detyrën, gruaja më e pushtetshme brenda Partisë Socialiste me 12 deputet nga qarku i Fierit, me portofolin më të madh menaxhimit të parave publike për shkak se ajo kishte Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, kështu që në këtë aspekt kjo e bënte shumë të rëndësishme dhe po prekej në një farë mënyre krahu i djathtë i kryeministrit. Kështu që për këtë arsye patjetër që çështje të tilla kanë edhe diskutime të ashpra brenda prokurorisë. Prokurorët zgjodhen atë strategji, do duhet të presim, pse them do duhet të presim, sepse sërish edhe në rastin e zonjës Balluku shumë pjesë të hetimit apo dosjes janë të panjohura dhe ne nuk e dim, pavarësisht informacioneve që mund të marrim, sa do thellë të shkojmë në një dosje, asnjëherë nuk e dim asin në mend që mund të mbajë një prokuror për të përballur me gjykatën nesër apo për shkuar në kuvend. Prokuroria dështoi, nëse mund ta them një herë, ose më saktë mazhoranca zgjodhi të vendoste veton dhe ta linte prokurorinë pa një objekt dhe normalisht ja preu krahat dhe ja hoqi mundësinë për të vijuar më tej me kërkesën, por ama nuk i hiq dot të drejtën për të hetuar. Kështu që ne nuk e dim gjatë kësaj kohe çfarë ka ndodhur dhe çfarë provash apo faktesh të reja kanë siguruar prokurorët kundër zonjës Balluku apo personave të tjerë dhe rezultatet e hetimit ndoshta në muajin korrik do t'i kemi më të qarta dhe më të plota sepse atëherë përfundon edhe shtyrja e afatit. Pra, që kemi një gjë të sigurt është vetëm fakti që SPAK do shkojë edhe një herë në kuvend. Jo, këtë nuk e kemi të sigurt. Nuk e kemi të sigurt? Këtë nuk e kemi të sigurt. Ne kemi të sigurt që ne dim me siguri që prokurorët kanë ushtruar kontrolle të shumta, kanë sekuestruar dhjetra celular, kanë marrë mira faqe me dokumenta, kontrata, dokumenta e tjera me radhë, kështu që në këtë aspekt ne nuk e dim çfarë ka brenda atyre dokumentave. Sikur na japin tani dosjen dhe ne ta lexojmë, ne nuk e dim sërish se çfarë thon përgjimet, çfarë thot një prej ish bashkëpunëtorëve të zonjës Balluku që ka pranuar trofejet dhe ka folur për kërcënime të mundshme. Kështu që në këtë aspekt ne nuk dim ende nëse ka një bashkëpunëtor të drejtësisë edhe në këtë dosje, pra janë shumë anë të cilat janë të paqarta për ne. Kështu që prokurori shikon në dinamikën e asaj çfarë i del moment pas momenti. Megjithatë është për tu parë, sepse thash zonja Balluku ka qenë personazhi më i rëndësishëm i politikës që është prekur deri më tani. Edhe sigurisht është një dosje e cila ka interes të madh edhe nga partnerët ndërkombëtar në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Kështu që Shqipëria ka marrë në një farë mënyrë mazhoranca socialiste kritika të forta në këtë aspekt. Megjithatë duket se unë do doja shumë që mos na pengonte drejt le të themi drejt integrimit në Bashkimin Evropian, por megjithatë këto ngelen çështje të politikës pak më madhore që shkojnë pak për te diskutimit që ne mund të bëjmë mirë. Një tjetër çështje ku do doja të ndalesha me Klodiana Lalën është për të kuptuar pak se çfarë po ndodh në qytetin e Sarandës. Një vëmendje që shkoi nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hitaj, nga ministri i brendshëm Besfort Lamallari, arrestime të disa zyrtarëve të policisë nga ana e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, por anën tjetër patëm dhe një hetim të vet prokurorisë. Të lutem regjia, kalojmë me silën, të vazhdojmë diskutimin. Mirë, tani që ta kuptojmë, shumë arrestime edhe në radhë të zyrtarëve të policisë. Është një qytet që ka rënë në duart e krimit? Shumë e vonuar policia. Vetëm në emisionin Tim Modest, unë nuk e di sa herë ju kanë ftuar edhe ne kemi biseduar shpeshherë se si grupet e organizuara kriminale po mbajnë nën kontroll qytetin e Sarandës. Ne dim shumë mirë për plasjen e grupit të Eldiana Lushit, Kristo Qiricit dhe Ervis Lamit me grupin e Memaliajt, pra me atë trekëndshin mes Aleksandr Sadikaj që njihet me Novkën Sanqo, i cili u ekzekutua te rreth rrotullimit tegut me shpërthim eksploziv. Më pas tentativat për të vrarë Adriati Kalemin dhe vllajën e tij, më pas masakre me Memaliajt ku u vrashi Gjuri Kalemi, i moshuari pra babai Adriati Kalemit ose Andrea Kalemit, se ka dy emra, dhe ndërkohë u vranë edhe dy persona të tjerë komplet pa lidhje dhe
njerëz tërësisht pafajshëm në këtë përplasje. Kështu duke parë këtë përplasje mes këtyre dy grupimeve, por po ashtu hyrjen në lojë edhe të një sër eksponente të tjerë të krimit organizuar, patjetër që Saranda vitet e fundit është ignoruar ose më saktë është anashkaluar nga ana e policisë së shtetit, por do duhet të kishte një vëmendje të jashtëzakonshme. Ju e dini që pati dhe tentativa për shpërthyer tragete me eksploziv dhe humbi jetën Armandi Nela, një prej biznesmenëve aty, pra konkurrenca për tragetet, dhe që zbardh pak vonë si ngjarje, do të jemi. Dhe ju e dini që unë i kam trajtuar të gjitha këto dhe bashkë edhe kemi biseduar, dhe duke qenë se bëhet fjalë për konkurrencën për tragetet, që është shumë vitipëruse, bëhet fjalë për ndërtimet në qytetin e Sarandës, bëhet fjalë për resortet luksoze, për pjesën e këtyre bareve që i përdorin shfrytëzim për plazhet të tjera me radhë. Kjo ka krijuar në një farë mënyrë një konflikt shumë të fortë mes grupimeve kriminale. Kështu që në këtë aspekt, duke qenë se kam përshtypjen disa zyrtarë të policisë u lanë edhe vetëm në këtë përballje, disa prej tyre thjesht e neglizhuan ose mbyllën syt edhe veshët dhe bën sikur nuk pan asgjë dhe nuk reaguan, disa të tjerë u bën pjesë e këtyre grupimeve dhe patjetër do të mbajnë pasojat nëse do zbulohen të gjithë nga ana e policisë dhe prokurorisë, dhe ndërkohë situata doli jashtë kontrollit. Ne kishim rastin e fundit të vrasjes Recep Ismailit. Ju nxorë dhe një video ekskluzive në emisionin tuaj momentin e vrasjes. Momentin e vrasjes, po aty çfarë ishte e tmerrshme kishte të bënte mënyrën se si një grupim i strukturuar, edhe pse shumë munduan të thoshin që nuk është një grupim, pse e kam quajtur të tillë dhe pse duhet ta jetoj spak, sepse janë disa djem të rinj me rekord, të cilët lëvizin me makina me targat personalizuara, të maskuar, të armatosur, lëvizin si autokolon, tamam si të jenë grupe paramilitare, dalin dhe bëjnë presion në gjithë qytetin, kamerat e sigurisë janë aty, askush nuk e vë ujë në zjarr, shkojnë në një lokal në qafë 6, bëjnë një barbari të tmerrshme, ndoshta në tentativë për të rrëmbyer personin Tori Ruçi në rastin konkret që kishin konflikt, dhe ndërkohë kanë qellojnë me armë tjera me radhë, dhe Recep Ismaili kundër përgjigjet. Po nga ana tjetër, Ismailet nuk janë njerëz pa autoritet. Pra kur kanë shkuar tek një familje që në një farë mënyrë vendoste veton dikur në qytetin e Sarandës dhe kanë bërë kërdin, imagjino se çfarë i bëjnë dhe kanë kryer dhe vrasjen, imagjino se çfarë i bëjnë qytetarëve të thjeshtë në atë qytet. Kështu që në këtë aspekt do duhet të ketë një vëmendje maksimale dhe një vullnet ndoshta dhe politik për ta rivënë Sarandën në kontroll, pra grupet e organizuara, po për të rivënë rend dhe qetësi, sepse Saranda zyrtarisht ne jemi sezonin turistik dhe mund të ketë sezon kur ndërkohë aty nxirret arma sa herë një shezlong lëviz, apo sa herë një leje jepet, apo ku diun tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt, nëse Shqipëria do ta promovojë turizmin, një turizëm ku njerëzit vinë, pra turistët shpenzojnë edhe të ikin jo për të mos u kthyer më, po për të ardhur sërish vitin tjetër, duhet patjetër të garantoj rend dhe siguri, do duhet patjetër të ndërhyjë, të ketë një plan të mirë menaxhimit të qytetit dhe strukturat vendore dhe ato qendrore duhet të bashkëpunojnë. Në të kundërt, për fat keq, ndoshta ngjarje të rënda mund të ripërsëriten në atë qytet, edhe pse disa prej krerëve të grupimeve kriminale janë të shpallur në kërkim. Por ne e dim shumë mirë që ndonjëherë edhe pse ka një urdhër arrest, mund t'i kesh edhe në përkëmbë edhe vërdall, edhe asnjëherë nuk e thon këtë gjë. Hristo Qerici ka mbështypjen është arrestuar dhe pritet ekstradimi i tij. Kështu ka njoftuar zyrtë. Po, policia e shtetit. Policia e shtetit. Bashkë me disa personazhe të tjerë, Vllanet Jetni Pepës. Edhe Eldian Allushi, ka një informacion të tillë, po s'është konfirmuar. Duke qenë se dokumentat të cilat ai ka paraqitur janë dokumenta polake, nuk është konfirmuar ende, janë kërkuar shenjat e gështrinjve të tij, por edhe të dhëna të tjera shtesë, që nëse konfirmohet, më pas mund të kemi një dëbim të tij drejt Shqipërisë, sepse nuk mund ta quajmë ekstradim. Përballin e kanë të fortë Klod Hristo Qerici dhe Eldian Allushi sepse vjetu goditën. Pra, grupi i tyre vjetu godit nga spak dhe unë mbaj mend që leta në raport me ato çfarë grupi kriminal dyshohet se ka kryer. Bëhet fjalë për një seri vrasjesh, por ndërkohë kanë akuzën vetëm të grupit kriminal dhe të trafikut drogës. Ndërkohë sa i përket akuzave të vrasjes, deri më tani nuk janë ngritur akuza zyrtare ndaj tyre. Kështu që në këtë aspekt do duhet ndaj thashë që nga vrasja e Recep Ismailit deri tek dosja më e fundit, që janë seri e vrasjeve që fillon që me Sançon, masakrën e Memalia, zhduken e Theodosit, pra Koçorës e Sullovarit, cilët duhet të bëhen ose dy personave në qytetin e Sarandës e tjerë me radhë, dhe zhdukjen e
miku të Sanchos, do duhet të mblidhen në një dhe të kalojnë në SPAK, se vetëm në këtë mënyrë mund goditen paralelisht të dyja grupimet, por edhe lidhjet tyre. Ndërkohë nga ana tjetër, ne kemi dhe Ervi Islami, një personazh i cili është nga zona e Kamzës, pra diku në Çerkezë lart, dhe që dyshohet për krim të organizuar si njeriu kryesor që drejton këtë grupim ose bashkëpunon ngushtë me ta, por deri tani ka një akuzë për gjërvënie, por nuk ka akuza të tjera. Kështu që në këtë aspekt ndaj thash që Saranda ka nevojë për një vëmendje të shtuar. Më pëlqen fakti që thua ka vëmendje për shtuar, sepse dëgjova le të themi të paktën goditjen që domethënë kërkon të japi policia e shtetit edhe strukturave policore. Por ka një diçka, do duhet të luftojmë brenda radhëve të policisë apo të luftojmë krimin, pra të korruptuarin, atë që korruptohet apo atë që korrupton. Paralelisht. Është kapaciteti për ta bërë. Këtë po them duhet të ketë vëmendje të shtuar, sepse fakti që janë arrestuar disa zyrtarë të policisë, kjo nuk vë rend dhe sigurinë Sarand. Patjetër që çdo element i cili ka dyshime për korrupsion duhet luftuar, duhet arrestuar, hetuar etj me radhë, është normale, por nga ana tjetër do duhet të goditen peshqit e krimit të organizuar, ata që konsiderohen pesha kryesore, do duhet të sekuestrohen pasuritë dhe më pas patjetër edhe punonjësit e policisë apo zyrtarët që kanë bashkëpunuar me ta. Kështu që në këtë aspekt patjetër që është një lëvizje që ka kryer Agjencia Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim me prokurorinë, por nuk është e mjaftueshme. Sepse Agjencia Mbikëqyrjes Policore ka hetuar zyrtarët e policisë dhe është detyra e këtij institucioni ta bëjë një gjë të tillë dhe patjetër ka bërë shumë mirë, nuk i heq asnjë presje nëse ka siguruar prova siç pretendon, edhe pse personat e arrestuar prezumohet pafajshëm deri ditën që do të ketë një vendim të ndryshëm nga gjykata dhe të provohet fajësia e tyre, por çfarë dua të them me këtë ka të bëjë me faktin që së pari fokusi kryesor do të jetë te goditja e grupeve të strukturuara kriminale. Më pas edhe tek pjesa paralelisht me këtë edhe tek pjesa e zyrtarëve. Nëse marrim arrestojmë disa zyrtarë dhe ndrojmë disa emra shefash komisariati apo drejtuesish të tjerë të policisë, në fakt nuk është bërë asgjë. Do të jetë goditje paralele, sepse vetëm kështu mund të ketë një rezultat konkret. Fole përmendë pak sekuestrimet. Edhe unë kam le të themi një dilemë apo një diskutim ndoshta që e bëj shpesh. Sasia e parave, pronave të cilat janë konfiskuar nga SPAK. Ne dim që sekuestrimi është një masë e cila vendos SPAK për gjatë kohës së hetimeve, ndërsa konfiskimi është ajo që ja marrin pronën këtij personi dhe ja japim në dispozicion shtetit dhe ky person nuk e merr më. Patjetër. 40 e kusur milion euro ishin të sekuestruara gjatë vitit 2025 nga SPAK, ndërsa të konfiskuara ishin vetëm diku tek 1.6 milion euro. Për që në korrekt, tu jemi me vlerat të përafërta. Po. Mos është një sasi e vogël e këtyre që janë konfiskuar, mos ndoshta grupet kriminale apo personat akuzuar kanë akses në momentin e sekuestrimit, mund të fusin njerëz të tyre për të menaxhuar sërish këto asete, sepse nuk ka konfiskim. Patjetër ka një problematik nga momenti i sekuestrimit deri te konfiskimi. Mendoj që sa i përket hetimeve pasurore, prokuroria e posaçme duhet ketë patjetër një strukturë më të specializuar, sepse deri diku ka ceduar. Patjetër që në raport me prokurorinë për krime të rënda ka shumë më tepër sekuestrime, sepse dhe goditjet kanë qenë më të forta për shkak të bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar, por mendoj që sa i përket të hetimeve pasurore, do duhet të ketë shumë më tepër sekuestrime, sepse potencialisht i ka gjitha mundësitë dhe faktet janë aty. Do duhet të ketë struktura specializuar dhe grupe të posaçme, jo vetëm të hetuesve financiar, por edhe hetuesve të tjerë të cilët mund bëjnë gjurmime në forma të ndryshme, përgjime etj. Pra, një sër teknikash të hetimit, patjetër e kanë vërejtur dhe unë si problematik dhe është një ndër shqetësimet kryesore që jepet edhe në raporte. Pra, nga sekuestrimi te konfiskimi duket sikur ka një firo të madhe. Megjithatë, ndoshta me eksperiencën edhe ky raport mund të ndryshojë, por për momentin është një kritik që i duhet bërë prokurorisë posaçme. Plani punës 2022-2027 kanë përshtypjen SPAK ngritjen e strukture me diku 12 agent të BK-s, të cilët do duhet të trajnoheshin tipikisht vetëm për hetimin pasuror. Po patjetër, ka hetues financiar, por ndoshta për shkak edhe të goditjeve, për shkak edhe të mënyrave të reja të pastrimit të parave, që shkojnë që nga kriptomonedat, lingotat e arit e tjera me radhë që ne i kemi diskutuar disa herë,
do duhet ndoshta të ecim përpara dhe teknikat e hetimit, sepse nëse krimi organizuar pastron miliona euro në kriptomoneda dhe prokuroria nuk ka agent apo hetues të specializuar për gjurmimin e këtyre metodave të reja, kjo pastaj krijon problematika. Kështu që ndaj them që do duhet të ketë një strukturë të re që specializohet dhe gjithmonë të updatetohet, s'është fjalë huaj updatim, po që të azhurnohet, të përditësohet metodën e reja, teknikat e reja, dhe sigurisht kjo ka nevojë për bashkëpunim me agjencitë tjera ligjzbatuese, jo vetëm në Shqipëri, sepse ndoshta shpeshherë, duke qenë se rrjetet e organizuara kriminale kanë edhe njerëz që i mbështesin, kanë juristët më të mirë, kanë studiet avokatore më të mira, shpeshherë ja dalin që përmes kleçkave ligjore dhe shfrytëzimit të hapësirave ligjore të rimarrin mbrapsht pasuritë. Është një problematikë e madhe, ne kemi konstatuar, sigurisht nuk po themi rastet, por dim raste kur krimit organizuar janë sekuestruar pasuri dhe personat cilët i janë vendosur për të administruar këto prona në emër të shtetit kanë qenë personat cilët kanë qenë të lidhur ngushtë me drejtues apo me antar të grupit kriminal. Mirë, një çështje e cila sigurisht ka ngritur prej kohësh shqetësimin është zhdukja e Vis Martinajt. Babai i tij shkon në SPAK për hetimin pasuror, për sekuestrimet që janë bërë pasurive të djalit të tij Vis Martinajt, mirë po ngrihet gjithë një pyetje. Përse SPAK nuk merr të hetoj zhdukjen e Vis Martinajt? Si le tutem. Mirë, unë dua të kuptoj me Klodiana Lalën. Tani, që të mos bëhemi shumë përsëritës tek gjërat që trajtojmë, sigurisht çështja e Vis Martinajt është një çështje e cila është sensitive për audiencën e gjërë, mirë po ka dhe një problematik që ne do duhet ta kuptojmë dhe si gazetar. Përse sot zhdukja e Vis Martinajt, një eksponent me rëndësi shumë të lartë në botën e krimit, ngelet në prokurorinë e Lezhës. Prokurorinë e Kurbinit që ka shkuar prokurori i Lezhës tashmë dhe nuk e ka marrë SPAK. A na ngre kjo dyshimi që mbas zhdukjes së tij, ndoshta mbas vrasjes së tij, nuk fshihet një grup i strukturuar kriminal? Unë mendoj që fshihen, ose më saktë kam bindjen që pas zhdukjes së Vis Martinajt fshihen disa grupime kriminale që kanë lidhur aleancë me njëri tjetrin për ta zhdukur, sepse Vis Martinaj sigurisht konsiderohej në momentin e zhdukjes një ndër njerëzit më të fuqishëm dhe ishte në përplasje me shumë grupime. Kështu që në këtë aspekt të gjithë së bashku bën ndoshta një pakt dhe shkuan deri në vendimarrjen për zhdukjen e këtij personazhi. Ju pyesni me të drejtë pse kjo çështje nuk po hetohet nga prokuroria posaçme. Unë mendoj që institucionet nuk kanë interes të hedhin dritë mbi këtë ngjarje, sepse mendoj që ka struktura ose segmentet caktuara shtetërore që janë të implikuar në këtë ngjarje. Kështu që në këtë aspekt nuk dua të shkoj tek ato teoritë mëdha konspirative në emra të përvetshëm, se do të bëhesha komplet e pabesueshme për opinionin publik, por kam bindje fakti që ai shoqërohej nga një oficer i forcave të posaçme operacionale Jeton Lami, i cili mendoi që shkutia e Pandorës dhe njeriu kyç për të hedhur dritë mbi ngjarjen, dhe unë mendoj që ai e di të vërtetën dhe këtë qendrim ka mbajtur që në krye të herës. Është skandaloze se si ai doli nga burgu në një kohë aq të shkurtër dhe normalisht autoritetet do duhet kishin bërë çmos që ai të merrte statusin e të penduarit të drejtësisë dhe ta rrafente ngjarjen, dhe mendoj që duke u zbërthyer dhe duke u identifikuar autorët e rrëmbimit mund të shkojë më pas edhe në një zbardhje deri tek urdhëruesit. Por duke qenë se pas kësaj ngjarje të thash kam dyshime të forta, bindje më saktë që janë grupime të strukturuar kriminale, ndoshta disa grupime, mendoj që autoritetet me bekimin e tyre të njerëzve shumë të rëndësishëm politikës nuk kanë asnjë vullnet për ta zbardhur këtë çështje. Ndoshta shumë vite më vonë, kur ke ndryshuar shumë balanca, mund të ketë një zbardhje të rastit, ose mund të jetë nga ato raste që nuk do të hidhet kurrë dritë mbi të vërtetën e zhdukjes së Vis Martinajt. Por kam bindje pa të ndërprerë dhe të kërkuar ndjes. Jo, se zakonisht unë ndërpres edhe kam duat zëvend në këtë drejtim. E kam dhe unë problem. Familja mendoi që e di të vërtetën. Familja mendoi që disponon prova dhe fakte që e di të vërtetën. Se përse familja nuk bashkëpunon me autoritetet, këtë nuk di ta them me siguri, por kam dyshime të forta që ata dyshojnë tek autoritetet se mund t'i tradhtojnë ose nuk e trajtojnë rastin, dhe për këtë arsye babai i tij e deklaroi të vdekur të birin në gjykatë dhe normalisht në një farë mënyre i vulën. Sigurisht askush nuk do donte që një personazh cili do qoftë ai të rrëmbej dhe të zhdukej pa gjurmë, patjetër që Vis Martinaj për gjitha krimet që dyshohet se kishte kryer mund të hetohej, të gjykohej dhe të dënohej.
Por familja ka të drejtë, thash, pavarësisht personazhit dhe krimeve që mund të ketë kryer ai, mund të kishte kryer ai, familja ka të drejtë ta dinë në mënyrë ligjore të vërtetën, jo në mënyrë private, jo në rrugë private. Nuk quhet bashkëpunim momenti kur babai i tij thotë që i kam dhënë emrat e personave të cilët ai dyshon që mund të kenë vrarë të birin e tij dhe koordinata se ku mund të ketë ndodhur krimi, sepse kam përshtypjen e ka thënë para kolegëve gazetar, përpara SPAK-ut. Nuk është një lloj, le të themi, një lloj bashkëpunimi që bën qoftë edhe publikisht. Unë mendoj që familja Martina e di të vërtetën dhe mendoj që disponon shumë të për prova se sa i ka dhënë autoriteteve. Po ky është mendimi im, duke ndjekur shumë afër këtë çështje dhe duke ditur që ditën e parë kur ata kanë ngritur pretendime dhe kanë bërë kallëzimin në polici. Ju e dini kur unë kam raportuar atë lajm dhe ka qenë një lajm ekskluziv që unë kam raportuar në atë kohë, ndoshta edhe në mesin e kolegëve gazetar nuk e besonin gjë të tillë që ishte bërë një kallëzim dhe që gjërat kishin shkuar shumë larg. Kështu që në këtë aspekt kam takuar me dhjetra njerëz burime të ndryshme për të kuptuar në gati 4 vite se çfarë ka ndodhur me Ervis Martinaj. Dhe në momentet e para, në atë kohë kam qenë ftuar në opinion tek Blendi Fevziu, kur më pyeti se sa mendoni, pra dhe i kam thënë jam e dyzuar 50% me idenë që mund ta kenë rrëmbyer dhe zhdukur dhe 50% të tjera me dyshimin që mund të kishte bërë një skenim për tu larguar. Fakti që kanë kaluar 4 vite dhe nuk ka asnjë gjurmë prej tij dhe asnjë dyshim nga autoritetet, më bën tashmë të mendoj që ai është rrëmbyer nga grupe strukturuara kriminale. Sepse thash, kanë kaluar shumë kohë dhe në asnjë ditë gjatë gjithë kësaj kohe nuk kam qëndruar pa e pyetur, pa e rikthyer, pa e parë me detaj. Unë kam disponuar edhe videon e tij të fundit kur ai del shoqërinë e një vajze të showbizit dhe të agjentit operacionales. Jeton Lami, kështu që në këtë aspekt e kam gjumuar. Keni nxjerrë makinën në drejtim të Kukësit, keni bërë emisionin. Po, jam marrë shpesh me dhe pyes thuajse çdo ditë sepse është ndoshta ndër ngjarjet që një gazetar të duhet ta ndjek hap pas hapi. Sepse është vërtet një ngjarje e cila të vënë në pikë pyetje, është enigmatike dhe nuk bëhet fjalë vetëm se është emri Vis Martinajt. Është domethënë mënyra se si është operuar, domethënë mënyra se si është bombarduar dhe opinioni publik, mënyra se si është operuar me informacionet, është duke i dyshuar këtu një makinë që shkon atje, një i operacionales që shoqëron pamjet e fundit filmuara. Nuk e di përse çështja nuk po hetohet ashtu siç duhet, por megjithatë ne do duhet të presim për të kuptuar një të vërtet të madhe. Nuk kemi gjë në dorë përveç se informacionet cilat na vjen në dispozicion nga burimet, ne të mund t'i vëmë në dispozicionin tuaj. Kam dhe çështjen e fundit që dua të diskutoj me Klodiana Lalën për të kuptuar më shumë mbi punën e SPAK këto kohë. Sigla tutem. Mirë, ne dim që agenda amerikane, pra agenda Trump, po kërkon goditjen e grupeve të organizuara kriminale transnacionale, të cilat sigurisht mund të kenë një impakt negativ në ekonominë amerikane dhe këtu hyn në lojë prokuroria e posaçme SPAK. Ne dim që dhe përpara pak javësh drejtuesit kryesor, pra drejtuesi i SPAK dhe drejtuesit kryesor të themi të strukturës të krimit të organizuar dhe të korrupsionit shkuan atje për disa ditë. Sigurisht nuk kishin pushime, nuk ishte ekskursion, janë le të themi takime pune të rëndësishme që bëhen atje, por çfarë po ndodh në tërësinë e të gjithë punës së SPAK? Ka një perceptim, Klod, po tash unë e shoh shumë nga komentet faktikisht që bëhen gjithandej, që Klodian Brau ndoshta nuk është në nivelin e Artin Dumanit për goditjen e krimit organizuar, apo pjesa e dosjeve të cilat ishin hetuar u goditën, tash i po heton një grup tjetër dosjesh dhe priten goditje, sigurisht ndoshta edhe ekspertiza apo presioni amerikan në këtë histori, si e kuptojmë? Nuk mund të vëmë asnjëherë sheh barazimi mes dy individëve. Për shkak të karaktereve të ndryshme, për shkak të strategjisë, për shkak të platformës që ato kanë, për shumë arsye. Se është njësoj sikur themi ne të dy, pavarësisht jemi gazetarë dhe duhet jemi të dy njësoj. Jo, përkundërzi. Secili nga ne ka mënyrën e vet të punuarit e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt nuk jam fare e prirur të vëj një shenjë barazimi mes Altin Dumanit dhe Klodian Braus. Patjetër që zoti Dumani e ngriti në një tjetër nivel prokurorinë e posaçme. Pra e mori në një nivel që ishte hetoheshin vetëm arkat e peshkut dhe shkoi deri në një nivel të zyrtarëve më të lartë shtetit shqiptar, por sigurisht edhe organizatave më të rrezikshme kriminale. Ne i kemi diskutuar, po deshim të ndisim nga fillimi deri në fund. Zoti Braho, unë jam e prirur që çdo zyrtar i të lartë kur merr drejtimin e institucionit të japësh pak kohë për t'i parë gjërat edhe për të kuptuar mënyrën se si funksionon institucioni. Kështu që
mendoj që nga tani e pas do duhet të presim realisht goditje të Zotit, pra që mund të konsiderohen punës ose frytet e punës së Zotit Braho. Sepse deri tani mendoj që ka qenë në kohën apo në gjithë habitatin e vet për të njohur mënyrën se si funksionon institucioni, si bashkëpunohet me institucionet e tjera, policisë shtetit, shërbimi informativ shtetëror, IKMT-ja, doganat, tatimet, të cilat janë një skandal më vete, tatimet që janë një grup po ashtu i strukturuar kriminal, doganat po ashtu e njëjta gjë, që veprojnë si grupime strukturuara kriminale, duke bërë një masakër në vend dhe që janë me perceptimin më të lartë për korrupsionin dhe që nuk bashkëpunojnë, dhe këtë e ka thënë disa herë zoti Dumani që dërgojnë 0 referime, pra 0 bashkëpunim me prokurorin. Nga ana tjetër, po të shkosh dhe të hapër çdo fletë të atyre dokumentave të tyre, mendoj që mund të gjesh jo vetëm shkelje ligjore, por mund të gjesh akte korruptive të jashtëzakonshme dhe shumë të rënda. Kështu që në këtë aspekt mendoj që tani e pas, duke qenë se zoti Braho bëri disa muaj që është në krye të institucionit, do të kemi edhe rastet dhe goditjet e para. Patjetër, perceptimi publik nuk di pse ta them nga se ka ardhur, sepse edhe gjatë kësaj kohe ka pasur disa çështje të rëndësishme, kemi patur sekuestrimin e pasurive të personave të dyshuar për aferën e Akshit, kemi patur goditjen e grupit të Vlorës të Ines Hajrullës, kemi patur të ndalem vetëm një moment te kjo grupi Pepa për shembull. Unë kam lexuar atë të Ines Hajrullës dhe bëra habime diçka aty me agjentë e BK-s. Më thënë, nuk arri do të kuptoj, për që në realist këtu, se si mundet për dokumentin. Për masën e sigurisë, dhe nuk arri do të kuptoj se si mundet një agent i BK-s të thotë që nga burimet hapura, emri filanit konvenon me nofkën këtu dhe është e përdorur disa herë burimet hapura. Pra, a nuk kanë këta, le të themi, ku diun operativ po ta quajmë në terren. Përse do duhet thon burimet hapura, sepse më duken nëse përdoren burimet e hapura. Përkundrazi. Sepse me burimet hapura janë zbardhur shumë çështje. Jo, po vetëm rasti Bajrit që ishte rasti fundit për atë ngjarjen e Bushatit të Rancës, po ta shikosh vetëm nga burimet e hapura, vetëm nga videot e TikTokut që kishin shfaqur armë të tjera me radhë, u siguruan prova. Vetëm nga burimet e hapura u identifikua njëri nga personat që ndosi ishte pa identifikuar, i cili ishte nipi i prek Kodrës, ai që njihet si snajperisti i famshëm dhe që kreu atentatin që mbeti në tentativë ndaj Ardian Çapjas në Elbasan, dhe që kishte qenë pra nipi vet i cili shfaqe me armë dhe që kishte qenë punonjës policie të tjera me radhë. Kështu që ndonjëherë burimet e hapura, të cilat mund të jenë hedhur nga zyrtarë të ndryshëm apo nga rrjetet krimit të organizuar, nga eksponentë të ndryshëm, në një kohë tjetër, në një situatë komplet tjetër, pa e menduar që disa vite më vonë, pikërisht ato postime që kanë bërë ato vetë, mund t'ju kthehen në të kundërt. Për shembull, mund të mos e bësh lidhje mes dy personazheve fare, por në një foto të hedhur para 10 vjetësh, mund të kuptosh që ata po kanë qenë miq dhe të lidhur me njëri tjetrin, dhe ndërkohë përmes këtij burimi të hapur mund të shkosh tek prova. Kështu që mos i shiko me kaq skepticizëm. Atëherë, unë të shikoj edhe një episod tjetër. Duhet të kom ngull te kjo sepse disi kam, domethënë e kam konceptin që edhe unë personalisht domethënë duhet bëj kritika pozitive. Atëherë, patjetër, Andi, që të kuptojmë. Kanë episodi i drogës që është në çështjen e Maqedonisë Veriut. Atëherë, e kanë vendosur në aty, domethënë sikur është koha nuk e di, ka një kod gabuar, sikur është koha e ardhme, domethënë ka një gabim dhe thotë burime të hapura, pra ti drejt ti institucion i cili në qoftë se ka informacion që shkon institucion që shkon informacion është pak. Unë ti kritikoj patjetër. Jo, nuk e kam aty fare. Unë vetë në cilësinë e hetimit do preferoja të mos ndaleshin fare tek burimet e hapura. Por është një mënyrë për kërkimin e provës. Kështu që për sa kohë është një mënyrë për kërkimin e provës, një jurist, një avokat, një prokuror, një hetues mund të shfrytëzojë gjitha mundësitë, dhe një gazetar. Sa herë përdorim ne çdo mekanizëm të mundshëm për të marrë lajmin. Dështojmë me një burim, tentojmë me një tjetër. Atëherë, dakord jam. Dakord edhe mua, po ato janë çështje të cilat ato janë informacione të cilat mund të vinë në rrugë policore etj. Me radhë ata do duhet të shfrytëzojnë më mirë dhe të jenë më të kujdesshëm. Ardhi në ambasadorit të ri amerikan, le të themi një fjalim që ai mbajti përpara Senatit në formën e kandidimit, pra është kandidat për të ardhur, kandidat potencial, Eric Quent. E shikon si një sinjal pozitiv i cili do duhet të themi t'i vinë ndihmë spaku, sepse ai tha që do doja të jepja mbështetjen për të qenë apolitik dhe i pavarur. Unë jam me mendimin që Shqipërinë e bën shqiptarët, jo të huajt. Deri tani kush e ka bërë? Megjithatë, mënyra se si kanë shkuar gjërat në Shqipëri dhe sa e kokolepsur dhe sa e kalbur është politika shqiptare, nga gjitha krahët e saj, patjetër që
shqiptarët i kanë kthyer syt nga Amerika dhe është partner strategjik. Megjithatë, amerikanët mendoj që s'pari kanë interesat e tyre prioritare. Kanë bashkëpunimin me biznese këtu, ardhjen e bizneseve amerikane për të operuar në vendin tonë. Do duhet që ta mbështesin SPAC-un, sepse edhe kanë investuar me taksat e tyre dhe janë shpenzuar miliona nga parata amerikanëve për të sjellë këtë që ne quajmë sot drejtësia e re, që sigurisht kam pikpyetje dhe kam kritikat e mia, i kam thënë her pas here, pavarësisht se shpesh herë janë përpjekur që gazetarët e Kronikës së Zezë ose ata që mbrojnë çështjet e drejtësisë t'ja atemojnë, edhe të na thonë sikur ne mbrojmë vetëm institucionin, nuk është as pak e vërtet. Kemi plot zëra të fortë edhe legjitim që i kanë kritikuar me të drejtë institucionet dhe kanë ngritur zërin atëherë kur duhet, por që të jesh i drejtë dhe profesional do duhet të japësh meritë një institucioni kur e bën një punë të mirë dhe ta kritikosh kur sheh problematika. Dhe të shikosh edhe gjërat që nuk funksionojnë. Për të kthyer tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë mendoj që ajo ka të bëjë me politikën e madhe, nuk varet nga emri një ambasadori, por fakti që ambasadori nominuar për të ardhur në Shqipëri foli për krimin organizuar dhe korrupsionin, mendoj që sërish SPAC-u do të jetë kryefjala e tyre. Kështu që në këtë aspekt do duhet të shohim qasje. Do të është i vetëm institucioni i cili mund të garantojë, le të themi, atë klimën për biznesin amerikan. Patjetër. Unë jam ndalur tek akshi, thash, në një moment kur pash reagimin e dhomës amerikane të tregtisë, që nuk u lanë bizneset amerikane të garojnë për të marrë tendera, kur pash një postim që bëri ambasada amerikane për sa i përket, le të themi, sigurisë kibernetike dhe zgjidhja që vinte përsëri nga kompanitë amerikane, kur dëgjova dhe fjalimin e Eric Wendt të nominuarit, dhe thash që okay, SPAC-u do duhet të jetë arma e tyre për garantuar klima biznesi. Patjetër, pra këtë po thoja, që s'pari atyre ju intereson klima e biznesit në Shqipëri. Dhe më pas dhe çështjet e tjera. Kështu që SPAC-un ata shohin si një partner kryesor në Shqipëri. Dhe në këtë aspekt, duke parë si një partner kryesor, patjetër që do ta mbështesin edhe për faktin se kanë shpenzuar shumë para për të vetuar sistemin e drejtësisë. Kështu që në këtë aspekt është mjaft interesante, është ekuacion interesante ajo çfarë po ndodh. Domethënë, mos do duan të pengojnë një kafshim të mundshëm të SPAC-ut nga politika dhe nga klimi organizuar? Politika që ka patur gjithmonë, politika më së shumti, që ka patur gjithmonë interes për ta kafshuar SPAC dhe dikur prokurorinë për krime të rënda, apo çdo prokurori, çfarë do lloj emri t'i vëm, pra çdo strukturë që mund ta rrezikojë politikën, kjo është më së e ditur. E patjetër që ato komisionet Allah Gjafaj, qarë pra pashtese mund t'i vëmë si të doni vetë, pra i vëmë i emër, patjetër që janë një mekanizëm për të kontrolluar SPAC-un, por unë mendoj që Shtetet e Bashkuara do të vijojnë ta kenë kryefjalë strukturën e posaçme. Të shpresojmë, sigurisht ne kemi thënë që miqtë amerikanë kanë qenë aty dhe sigurisht interesat e tyre nuk i shmangin dot asnjëherë, por të paktën nga ky bashkëpunim ne të marrim më të mirën e mundshme. Claudiana Lala, unë falenderoj shumë që të pata sonte në Sken Krimi, e vlerësoj prezencën tuaj. Mirë, dashur shikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë mbrëmje këtu në Sken Krimi, ku bashkë me kolegen Claudiana Lala shpresoj shumë që për një sër çështje të rëndësishme në vendin tonë, të cilat janë dosjet politikës në duart e prokurorisë posaçme SPAC, por edhe çështjet krimit të organizuar, që kemi dhënë një qasje dhe një këndvështrim ndryshe për kuptuar më shumë mbi atë se çfarë ndodh në realitetin në Shqipëri, ai realitet i cili është vështirë të shihet nëse nuk kapet perdja. Mirë, do shihemi të mërkurën në orën 20, natën e mirë.